Trajner, një ndeshje shumë e vështirë ndaj Trepçës, megjithatë gjatë gjithë takimit patet momente edhe shumë të mira në lojën e ekipit tuaj. Si e vlerëson përgjithësi ndeshjen dhe çka i mungoi skuadrës tuaj që sot ishte pak më shumë rivalizuese ndaj kundërshtarit si Trepça? Më lejoni fillimisht t'ia uroj Trepçës fitoren e merituar. Pajton ato që tha ty që ne arritëm për afro 30 minuta të jemi afër, do të thotë nuk mund Trepça nuk mundi me na u shmang asnjëherë mbi 10 pikë. Me ne që arsyeja është rotacioni në bank, ku mund të them me plot përgjegjësi që Trepçës i ka ndihma sot, domthonë kam pasur diku 33 pikë nga banka, domthonë që e ka bërë atë dallimin, edhe normalisht që kanë pas diku afro 6 apo 7 lojtar që kanë luajtur me pikë dy shifrore, domthonë kanë qenë si kolektiv më fort. Ne e dim që potencialisht nuk jena të barabartë me Trepçën, po sido që tjetë djelmoshat përkundër motivit tash pak tull pasi që dihet tani më veç fati i skuadrës tonë fatkeqësisht. U mundun të japin diçka, vazhdojmë tutje. E thash edhe gjatë komentimit që shumë e vështirë të shohësh pozitën aktuale në renditjen tabelare të Proton Cable Prizrenit. Një pyetje shumë konkrete, a do të thehet shumë shpejt Proton Cable Prizreni aty edhe ku ishte vite më herët? Shiqani jam tash pak i emocionuar. 7 vite nuk ka gjetë lehtë. Rastisht e kemi quajtur jeshia e basketbollit kosovar. 7 vite nuk kanë qenë të lehta. Po të numërosh deri 7 minuta, 7 orë, 7 ditë janë shumë, e lemo 7 vite. Kemi pasur shumë peripeti për këto, lirim për këto 7 vite. Ju na keni quajtur jeshia, po na nuk mund të mos ju falenderojmë pasi bashkë me platformën e juaj kena hi bashkë, do është viti 7. Djetën kohë dhe redaktori sportit Akon Femiu është ai i cili na ka shtyr, na ka dhënë një propagandë shumë të mirë klubit tonë, gjë që për këtë jemi shumë falenderus. Ka qenë një rrugtim i gjatë, e di që kjo është do pas vitit 7, do tash sot zyrtarisht jemi pjesë e ligës së parë. Ne nuk do të kthehemi të fort, po ne do të jemi gjithmonë të fort. E di që shumë njerëz e kanë pritur këto ditë edhe vitet më herët se kjo, por këto lotë që do t'i qita, këto janë lotë sakrificës, jam shumë krenar me grupin të punus, që janë ofër me sponsorët, të cilët kanë qenë shumë entuziazmuar si vjetë për rikthimin tim, pas një përvojë të keqe që një pata 2 vite më parë, dhe të gjithë janë zotuar që do të rrinë ofër dhe do të shndrojnë ofër suportit të klubit, kudo që ti do përfundosh. Shpreh mirënjohje për Proton Cable, sponsor general, sponsori Besnik Abi, sponsori Besnik Auto Partners dhe Sigma që janë edhe kryesorët. Kështu që të shohim, na do të mundohemi prapë të jemi aty ku e kena vendin. Shpresojmë në zgjerim të ligës, potencialisht se do të bëjë kjo, do të ishim shumë falenderus, mirë po se kena dhe shumë preokupim. Nëse bëhet mirë, nëse do luftojmë në ligën e parë, shumë ekipe më të mëdha se na kanë luajtur në ligën e parë, edhe Juventusi ka luajtur në ligën e parë. Kështu që nuk betet gjë, edhe një herë Trepçës e uroj fitoren, dhe gjitha ekipeve i dëshiroj shumë sukses, edhe do të jem në cilën do sov, çdo herë do t'i suportoj ekipet më të mira, edhe shpresojmë shumë basketboll, që është sporti numër 1 edhe sporti më i pastër në Kosovë. Trajner, faleminderit, jo mirëpresim shumë shpejt në elitën e basketbollit tonë. Faleminderit.